që do tjetë aty. Bile është pak ma keqën këtë aspekt që kam shqyë në rjetën e ti social, astruitin e një moti si ekspert edhe me integritet, për ata që nuk e dini, i ka të dyjat, po nuk i mungon pjesa popullore e ti, nuk është person popullor në kuptimin që e një masa dhe e një ekspertizën e ti, sepse ky nuk e ka përqu as vetë. Unë këta kur për them popullor për shkak që të pak të ndëduin rritën e vetë social, më shkru për problematikat e çështje digitalizimit. Nuk ka shkru. Nuk ka shkruas. Nga modestia, apo? Jo, do duhet, sepse është bjen mbi domenin e tij, sepse po thotë që 20 vjet merrna me atë fush. Unë me 20 vjet që merrna me diçka unë lodhi shikuesin Facebook sot. Unë vetë një gjë shumë të vogël te çështja energjetike me zonën e mirë. Po, patjetër. Lidhja demokratike e Kosovës për 5 vjet unë nuk kam po që e ka çunë kauzë ekonomike përpara deri tash. Çështja energjetikës hyn te çështja e ekonomisë. Edhe i ka dhënë hovë të madh vetëm kohëve të fundit. Edhe kjo nuk është kauzë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këtë çështje e kanë shtyr përpara dhe e kanë zbuluar mediat në Kosovë. E ka gjetë terrenin e gatshëm. Në momentin që e ka pa Vuk Hamorviqin aty, e ka marrë si ka ustë të tyne dhe ka thonë ta apo donë me populizëm me e sulmu Albinin Poqe dhe na. Me të njëjtat mjete me e sulmu. Për ndryshe, ku për thamë që veç tash ka dalë çështja e energjisë dhe janë një din mirë, buletini ekonomike ka nisë. Po, asnjëherë nuk ka punuar. Edhe çështjen e EFT-s, këto i keni marrë aty, e keni shtyr edhe çështjen e NOA-s e ka ngritë Zonja Bajrami, e ka ngritë mediat, edhe çështjen e genit e ka ngritë mediat, edhe nuk ka shku asnjë san ma përtej. Edhe Zonja Bajrami është referuar hulumtimeve. LDK-ja ma shumë nuk ka pru asnjë argument se sa ka dalë media. Unë nuk e kam pa. Nëse ka pa, edhe një gjë. Tash Zonja Mirse e kam pyetje koment, kjo është tipi i gazetarisë. Tha që në LDK ndëgjohet çdo zë profesionisht. Është mirë na tregu cila është strategjia juaj, se çka ju i keni rekomanduar Lidhjes Demokratike të Kosovës që të bëjmë ndryshe për çështjet e energjisë dhe a keni një strategji që tash se si të kemi një energji të qëndrueshme. Domethënë, kur flasim te EFT-ja, ashtu, për shembull, EFT nuk e ka afruar Albini, po e kanë pru parti tjera në pështet, 2017, unë e këshyra statistika tash, edhe unë i këshyra, asë njëherë ma shumë nuk është bojnë importi, bile atëherë është zyrtarisht, tash nuk ka kushor zyrtare, tash nuk e di mbili, veç është supozime, po bjen e FTA jo. Për NOA-n e dim që po ja bjen, po janë supozimet që po ja bjen NOA-s. I kemi disa çështje tjera që muna me ngritë difurt, për shkak se çështja e energjisë është jashtëzakonisht e nxehtë dhe kjo është ndër kauzat që po e përvetëson Lidhja Demokratike e Kosovës prej media, sepse s'ka mujt asnjë kauzë tjetër çmimin tavan e ka çu mbroj konsumatorë, ka pas dërguar kushtetuese dhe tash qysh me i besu na që po don me mbrojt qytetarin nga rritjet e çmimeve të energjisë. Me një fjalë, është kauzë veç politike në prag fushate edhe cila është strategjia që ka LDK-ja për të ofruar si alternativë apo dëgjohet zona në këtë situatë, po. Tash janë bërë shumë pyetje, mas pari po nisim me çet punën e energjisë, po lidhje me media, asnjëherë nëse i ke pa prononcimet më herë të mia publike, asnjëherë bile ka marrë edhe referencë në postet e mia. Domethënë është jo korrekte me mohu punën investigative ose hulumtuese të një gazete. Para pike. Dyta, sa e përket mediave, sa e bojnë tema jo puna tëne. Unë për veti e kom dërgu, edhe këto e ka pasë djenin edhe partia, është dërgu rasti i kapacitete ndërkufitare, se përshë që pak djenia teknike më nga po s'prish punë se ju e një jo, tash e diskutojmë të. Tash e diskutojmë, sigurisht. Është dërgu në Vjenë, në Komunitetin e Energjisë në Vjenë, në organin më të lartë tëne për energji në Vjenë. Asnjë media nuk e ka dërgu, se në ashta nuk e ka punë. Po jo, po ta kallëzoj çka bën një parti, çka mundet me bën një parti dhe çka mundet me bën një media. Mundet edhe media me çu, po kjo është çka ka bën partia. Organi më i lartë i Sekretariatit të Energjisë në Vjenë. Tash ata, këta e kanë konfirmuar zëria se veç ka shku ankesa, ka shku në për çdo ambasadë të mundshme. Në këto që janë në Gjermane jo, të Amerikës, ka shku të Anglisë, ka shku në për gazeta investigative ose hulumtuese siç është The Guardian. E
e para, pikë, të me thonë, folim për Vjenë. Ata sigurisht e kanë komunikuar, veç ta krytut, e kanë komunikuar dhe me Zërejnë, dhe Zëreja është e detyrueshme, pa tjetër veç se i ka konfirmu hetimet, jena të folë për hetime në kuadrin teknik. Tjetra, ka shku rasti i kapacitetet ndërkufitare i Vuk Hamovicit, që nuk e bën, për shembull, asnjë media s'ta bën gati edhe me ta bo, a pe çon tash të tash që rast në kjo mirët përgjithësi kur e dërgon një rast për hulumtim në organet huaja. Ka shku në organin rregulatorëve të energjisë në Ljubljanë. E dyta, e treta ka shku në prokurori speciale. Tash, nëse shkon në prokurori speciale, ti pranon që mu konë dëshmitar në gjykat. Në kësaj, një njeri nuk qohet më konë dëshmitar në gjykat pa një kauz ose pa një shkak që për një me o të e bo. Unë kanë thirrë mu prokurorian për përshkime shumë, për i kanë thonë e ki shkrimi këtu në Kamazgjan. Unë kam bo kërkes për hetime nga prokuroria speciale edhe e bën dosjen, ata të thirrin për dosjen që e ke dërgu. Nëse ti dërgon palavra, broçkulla, jo që s'thirin po dhe del edhe shumë keq. Tash, po du me ta tregu sa serioziteti i kësaj pune. E thirë në mbledhje të kuvendit, gjithë aktert nuk lajmërohet. A di që në qatë mbledhjet kuvendit o kuptu që as ketë si as vetë nuk e din çmimin e energjisë elektrike për shkak që nuk i din kapacitetet ndërkufitare. Sa për Vuken, jena për herë të parë në histori, se unë nuk i baj peshat e partisë, unë nuk menoj që LDK-ja më kalon pesha mu me bardh fajt, as barierës, çfarë do lloji qoftë. Tash, jena të pas të bëj me rastin e parë në historit sabotimit të sektorit elektroenergjetik në Kosovë në përfitimet e interesave sërbe. Qa ka ndodhë është jo në Kosovë që po thonë OAFT, jena të folë me kapacitete ndërkufitare të bartjes rrymës që unë ti nuk i kena po heq dhe sa e ndalë statistikat. Me një muj, për shembull janar 2024, i ka 31 ditë muji, 72 herë paraqitet Vuk Hamović. Është absolutisht, pa asnjë dyshim, kingu i rrugëve energjetike. A ka alternativë tjetër që do të kishte mundur të përgjithte ZRE-ja në vend të kompanisë Hamovicit? ZRE-ja ka dhe, po. Po, se du të dim, sepse emri ti po përmendet në vazhdimsi, dhe nëse po bëhet fjallë për një trafik që çka bën media qëtë lojmin, çka i bën instancat, i bën partijake dhe ngona ekzekutive. Dhe si ka qenë më herët ky trafiku i energjisë elektrike, nëpërmjet kujt është siguruar? Rrugët e energjisë elektrike publikisht janë SKA, që është i botash, janë antarë këta me përfaqësues të vetin, po mendoj na si Kosovë i 2 ministenitës. Do më thonë nuk kom pas dhona unë më harrat për një dërgu. 2017 qysh është konë e rregull me që ke punë? A o konë Vuka su konë? A mund shme në kalëzu? Unë nuk i kam dokumentat për me tregu. S'ke dashme i morë dokumentat, su ke gjetë, këto ke mujë edhe atër me gjetë. Të njëjtat janë. Dhe gjam, unë e të folë për kapacitete ndërkufitare dhe kushzim të çmimit, që ti mund me ta bo në oaza ditore. Tjetër është, veç ta të tregoj dallimin. Tjetër është që ti do me bo një import. Edhe veç pak, në vitin 2020, dhjetor vitin 2020, Kost e ka marrë pavarësin e operatorit transmetuese dhe tregtarës që kjo me të vërtet nuk po kuptohet. Dhe në 2020, rrugët tregtare i ke pas në nombrellën e Serbisë. Nuk ke mujti me thonë po du piq ti, po du piq ati. Jënë bo edhe importet në kras interesave të operatorit të Serbisë. Në dhjetor 2020, këtë kom folë edhe me njerës që